ta përhapim selamin, të përhapim paqen, të përhapim moralin e mirë, i respektojmë të fituam ata të cilët janë poshtë leq në kuptimin se ata janë Allah madhruar për ka krijuar njerëzimin, nuk i ka sjellë të gjithë njerëzit të barabartë. Edhe nëse do të donte Allah madhruar, thotë një ajet kuranor, "Wala ushina la hadayna kullu nas jami'an", nëse ne do të dëshirojmë, do t'i bëjmë të gjithë njerëzit besimtarë. Po në mesin e njerëzve ka besimtarë, ka jo besimtarë, ka njerëz të pasur, ka dhe njerëz të varfër, ka njerëz të shëndetshëm, ka njerëz të smur, ka njerëz të pushtetshëm, ka dhe njerëz të thotë. Kjo ka sjellë Allah madhruar jetën e kësaj bote. Po pse ka sjellë të folën në këtë mënyrë? Me qëllim për të dalë dhe të bëhet e qartë mirësia, sjellja, morali i lartë mes njerëzve. Porosia e dytë për të cilën i dërguari Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam e këshilloi sahabët, shokët e vet, edhe mbarë muslimanët deri në kiamet, deri në ditën e fundit. Porosia e dytë ishte at'imu ta'am, ushqim njerëzit të cilët janë nevojtarë. Këtë porosi e kuptuan shumë mirë besimtarët e xhamisë këtu dhe të gjitha xhamit e rrethinave përreth, edhe gjithë besimtarët prej pasurisë, prej mirësisë, prej begatisë që Allahu i madhruar i ka dhuruar gjithë secilit. Dhe gjithë secili në vetveten e vet e di dhe kupton se sa mirësi posedon në xhepin e tij apo në kushimet e tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha at'imu ta'am. Pasi na mësoi që neve të përhapim selamin, ta duam njëri tjetrin, i falim sigurin, themi që Allah ti e i rojtë për meje, pasuria tënde, vleri jot, unë nuk të shkel dhe nuk të cënoj, nuk të bëj padrejtësi, nuk të përbojoj dhe nuk të nënçmoj. I dërguari Zoti sallallahu alaihi wasallam tha ushqeni njerëzit të cilët janë nevojtarë, at'imu ta'am. Sa këshillim madhështore është kjo, e sa kuptim të madh merr kjo kur i pasuri solidarizohet me të varfrit dhe ja ofron ndihmën pa mburi, pa i thënë që çfarë po të bëjmë ty, po Allah e them me krenarim më të plotë. Çfarë kam parë me xhamatin e xhamisë ku ne falim? Edhe njerëz të cilët vinë një bajram, vinin dhe pyesin sa është ajo sadakaja e fitrit që i jepet tani. Madje deri para pak pas apo kisha akoma vëllezër të cilët nxitonin për ta shpërndarë sadakan e fitrit. Këtë porosi e kupton shumë mirë besimtarët të cilët e praktikojnë Islamin. Dhe sadakaja apo ushqimi, shpërndarja e ushqimit tek njerëzit të cilët janë nevojë është thelbi i bamirësisë. Atë që thash pak më përpara që kjo fe e ka burimin tek Allahu i madhruar dhe nuk është fe as e turkut edhe as e arabit dhe as e Evropës. Kjo është fe për Allahut madhruar dhe Allahu i madhruar ka sjellë të fe që të na rregullojë dhe të na sistemojë jetën e në këtë botë. Në të kundërt, për ata të cilët nuk e praktikojnë ashtu siç duhet këtë fe, nuk kanë për të parë hajër dhe mirësi, por vetëm se ngushtësi, trishtim, do të kenë jetën e tyre. Këtë nuk e them unë. O e thotë Allahu i madhruar në Kur'an familjar të thotë وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ عِيشَةً ضَنكًا. Kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, dhe udhëzimi i Allahut madhruar është gjithë Islami. Kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, jeti bindur që ai do të ketë një jetë të vështirë, një jetë të rënduar, sepse Allahu i madhruar është ai i cili në dorën e tij ndodhen të gjitha çështjat e të gjitha çështjet. Sa më e fortë jetë lidhja tonë me Zotin, aq më fortë aq më madhe do të jetë mirësia dhe begatia
e Allahut të madhëruar dhe fuqishëm. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: ushqeni njerëzit të cilët kanë nevojë. Pas 29 ditë të agjerim, besimtarët anë e mbambodës nxjerrin sadakan e fitrit. Çfarë do me thënë sadaka e fitrit? Sadaka e fitrit do me thënë bamirësia e ushqimit që jepet njerëzve në nevojë. Dhe këtë lloj sadakaje e kanë hak dhe e meritojnë vetëm ajo shtresë e cila është e varfër. Do t'i përmbledhim në fund këto këshilla që kush i bën të gjitha këto këshilla me radhë, çfarë shpërblimi do të ketë? O vëllezër dhe motra të nderuara, çdo ditë që gëvijemi ne, çdo sabah, dalim 2 melek, prej melekëve të Allahut të madhruar, dhe Allahu i madhruar i ka krijuar me lajket e tjerë prej nurit, prej dritë. Nuk janë si ne njerëzit. Ato janë krijesa të cilat bëjnë vetëm atë çfarë Allahu i madhruar i ka urdhëruar. Ato janë krijesa të cilat nuk bëjnë gjunahe. Dhe këto me lajke, çdo ditë në sabah, lutem për këtë, lutem për bamirësi. Thotë, o Allah, shtoja atij i cili jep, shtoja pasurinë, shtoja begatin, ruaja pasurinë, ruaja familjen, dhe duaja e melekëve të Zotit është e pranuar tek Allahu i madhruar. Dhe këtë çdo sabah e bëjnë të aty melekë, për të gjithë bamirësit edhe për të gjithë kontribuesit të cilët kontribuan apo kontribuojnë në ditët edhe pas Ramazanit, sepse bamirësia nuk duhet jetë e kufizuar vetëm në ditët e Ramazanit, por ajo duhet jetë gjithmonë me jetën e njeriu derisa të frymojë në jetën e kësaj bote. Dhe besimtarët e xhamisë e kryejnë këtë punë me përkushtim edhe me devotshmëri tek Allahu i madhëruar. Unë dua ta ndaj me ju, edhe jam krenar që ja them të gjë, sepse kjo që do ju them janë pjesë e këtij xhamati, e këtyre besimtarëve të cilët ne takojmë 5 herë në ditë apo një xhumë në javë. Besimtarët e xhamisë, edhe të tjerë, në fund të Ramazanit i mblodhin sadakat e fitrit dhe e vënë zbatim. Hadithet që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ushqimin e njerëzve të cilët janë në nevojë, për të dhënë sadakan e fitrit dhe për të ardhur në nevojë atyre njerëzve të cilët kushtet e tyre kanë qenë të mjerueshme. Dhe lutem Allahun e madhruar që në qytetin tonë, në vendin tonë, të mos kemi njerëz të kësaj kategorie që akoma nuk sigurojnë dot ushqimin e ditës edhe mos kemë të javës. Allah i përmirësoft të gjendjen. Këta besimtarë dhe ky xhamat në sadakan e fitrit kanë mbledhur dhe kanë shpërndar 2 tonë miell. Ne nuk jemi të fushatave të nxjerrim se çfarë bëjmë ne, i reklamojmë në mediat dhe në rrjetet sociale. Sadakaja më e mirë tek Allahu i madhruar është ajo sadaka e cila bëhet e fshehtë. Por nga njëra anë edhe duhet i nxisim këta njerëz të cilët nuk u shikojnë syt nga aparat, që nuk janë di numrin se sa i kanë, dhe nuk shikojnë ndonjëherë të ulin syt poshtë e këto shtresa të cilët po them ushqimin e ditës nuk i sigurojnë. Dhe lejnë me jetesën nga rrobat edhe nga gjërat e tjera. O vëllezër edhe motra të nderuara, kjo fe, ky islam na mëson që ne të bashkëpunojmë ngushtë njëri me tjetrin. E japim dorën atij i cili është në fund, a respektojmë atij i cili është lart, dhe të gjithë të jetojmë në harmoni edhe në begati. Ky është Islam. Nëse shikoni jashtë kësaj, kjo nuk është prej nesh, dhe nuk ka burim tek ne. Muslimanët e vënë zbatim të këshillit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shpërndajnë 2 tonë miell, shpërndajnë 150 kg makarona, 300 kg oriz, 300 litra vaj, 200 kg sheqer, plus zekatin e pasurisë, të cilët e ndanë sikush në vendet e veta, por edhe një pjesë të saj na i drejtuan ne, si
grupi xhamisë ku u shpëton tek ata fëmijë të cilët janë jetim dhe tek ato familje të cilat i përmendën popular, që Zoti t'ia rregulloj gjendjen dhe mos i bëj që të pranojnë po të jenë për atyre të cilët kontribuojnë për fenë e Zotit. Kjo është mirësia e Islamit. Shumë mëson Islami. Shumë ka mësuar si njerëzimi. 1446 vite përpara e ka thënë këtë këshill. Për të shpërndajeni selamin, përshëndeteni njëri tjetrin me selam, ushqeni njerëzit të cilët janë në nevojë. Pra dy këshilla të cilat deri tani nuk duhet t'i harroni asnjëherë. Përhapeni selamin, përshëndeteni njëri tjetrin, fitoni shpërblimet e Zotit, edhe shtoni dashurinë edhe respektin mes njëri tjetrit. Ushqeni njerëzit të cilët janë nevojtarë. Mos harroni që Allahu i mëdhur një sadaka e merr me të djathtën e tij dhe e rrit dhe e shkufishon shpërblimin në bazë të sinqeritetit që ai person e ka në zemrën e tij. Sa më sinqert dhe sa më fshet të jetë bamirësia dhe sadakaja, aq më e madhe do të jetë shpërblimi tek Allahu i mëdhur për bamirësit dhe për sadakadhenësit. Çfarë thotë Allahu i mëdhur në Kur'an familjar? والمتصدقين والمتصدقات edhe ata të cilët japin sadaka, edhe ato gra të cilat japin sadaka. Edhe kjo është për të përmendur edhe nga motrat besimtare, kishin mbledhur një shumë të konsiderueshme, të cilat edhe ato u shpërndan tek familjet në nevojë. Vallahi, këto janë gjëra të cilat na bëjnë krenar dhe elhamdulillah që kemi një xhamat i cili i ka kuptuar shumë mirë dhe shumë drejt parimet e fesë. Dhe sikush edhe çdo kush jep atë kontributin e vet sipas mundësive që ka. Dhe Allahu i mëdhur, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Zoti nuk e ka ngarkuar njeriu jashtë mundësive të cilat ai nuk i përballon dot. Allahu i mëdhur e di se sa bën njeriu, e di se çfarë i bën dobi njeriu, e di se çfarë i shkakton dëm. O vëllezër, e them me plot bindje, dhe këtë e dëshmojnë edhe ata të cilët janë pjesë e bamirësisë, jo vetëm këtu në këtë xhami, po edhe në çdo vend. Kush ka dhënë për Zotin e ka gjetur shumë fish në jetën e tij, në shtëpinë e tij dhe në familjen e tij. Kush ka dhënë për Zotin, fëmijët e tij janë për të hajrit. Dhe kush ka nxitur për punë dhe për vepra të mira, Zoti i lartësuar e ka lartësuar, e ka nderuar dhe ja ka dhënë shpërblimin në jetën e kësaj bote, edhe në botën tjetër ka shpërblime akoma edhe më të mëdha, edhe më të larta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, vim në këshilla e tretë për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua masës sahabëve, ata të cilët qenë themeli i shtetit islam, ju formua me miglimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka për në Medinë. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha për hapjen e selamit mes jush, ushqeni njerëzit të cilët kanë nevojë, nevojtarët, erdhi këshilla e tretë, e cila është forcimi i lidhjes vertikale ne me Allahun e madhëruar. Nuk mund të eci njeriu në jetën e kësaj bote të bëjë punë dhe vepra të mira nëse nuk e ka të fortë bazën e tauhidit, njësimin e Allahut të mëdhëruar. Besimi në Zot është baza, themeli i pranimit të punëve dhe veprave të mira të cilat ne i bëjmë. Nëse ne duam që një sadaka jetë e pranuar tek Zoti, me patjetër që duhet besimin tek Allahu ta kemi të pastër. Në kuptimin të pastër, këtë besim të mos e përziem me besime të kota, mos e përziem me idhujtari, mos adhurojmë Allahun zotat të tjerë. Dhe thotë njëri si ta bën
me Allahun Zot të tjerë. Për të ardhur keq, dhe për fat keq ka njerëz të cilët e bëjnë një vepër të tillë. U friksohen bestytnive, u friksohen varreve, u friksohen tyrbeve, u friksohen kishave të laçit edhe gjërat e tjera, edhe nuk i friksohen Allahut Madhëruar. Allah i Madhëruar është xhelos dhe nuk e pranon që njeriu me Zotin të adhurojë zotat e tjerë. Çdo gjuna që ne bëjmë, Allah i Lartësuar e fal, sepse është nga falës, e fshin, sepse është mëshirues. Ama të përshkruhet Allahut Madhëruar shokun e adhurim, sepse Allah i Madhëruar nuk e pranon. Madje edhe ka përcënuar dhe kërcënon me asgjësimin e punëve dhe veprave të mira për ata të cilët e përzihen besimin e Allahut me besime të kota. Edhe nëse njeriu ka bërë vepra të mëdha shumë dhe i përshkruan Allahut Madhëruar shokun e adhurim, ato vepra nuk kanë vlerë tek Zoti dhe nuk pranohet tek Zoti. Këshilla e tretë për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i këshilloi sahabët, ne dhe ata të cilët do të vinë pas nesh, tha salu bin nas wa nasun jam. Falin namazin e natës, njerëzit janë në gjumë. Falja e namazit të nderuar vëllezër është më lehtë se sa agjerimi që ne agjeruam nga mëngjesi, nga shëfyri deri në perëndimin e diellit deri në akşam. Ka 12 orë, ka patur raste 16 orë në kohën e verës. Aman, falja e namazit nuk na shkon 16 orë, nuk na shkon 12 orë, nuk na shkon 8 orë. As edhe një orë nuk shkon. Allah i Madhëruar kërkon shumë pak prej nesh, ama shpërblimin e tij ka shumë të madh. Falja e namazit është ajo që tregon atë çfarë kemi ne në zemrat tona dhe në shpirtrat tona. Elhamdulillah, të gjithë njerëzit thonë unë e dua Zotin, e përmend Zotin, thotë Zoti është i madh, Zoti na ka dhënë këtë. Dhe kjo është shenjë e mirë. Është shenjë po shumë e mirë. Por aman akoma më e mirë, më e fortë, më e dashur tek Allah i Madhëruar kur bëhet. Kur ti atë besim që ke në zemrën tënde dhe në shpirtin tënd e praktikon në gjymtyrët e tua. Ju përgëzoj dhe ju them Allahu ju shpërblet me mirësitë e kësaj bote edhe të botës tjetër. Sepse prezenca tuaj sot në këtë ditë, në këtë festë ku ne muslimanët festojmë festën e Fitë të Bajramit, kjo tregon që në zemrën tuaja ka filluar dhe lulëzon besimi i sinqert për Zotin. Aman këtë besim e këtë dritë që Allah i Madhëruar ju ka dhënë në zemrat e në shpirtrat tuaj, mbajini të ndezur. Mos e lini këtë ditë Bajrami tjetër edhe të jemi prezent në xhami. Mbajini të ndezur sepse kjo dritë do të ndihmojë në mirësitë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Falja e namazit është pasaporta e besimtarit. Kush e fal namazin, tregon që ai e do Zotin. Kush e fal namazin, ai tregon që është mirënjohës ndaj Zotit. Kush e fal namazin, ai tregon që është i përkushtuar ndaj adhurimit të Zotit. Kush e fal namazin, e ka vënë në praktik atë çfarë ka thënë Allahu i Madhëruar në Kur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dhe nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit vetëm e vetëm që të më adhurojnë. Pra, ekzistenca jonë, ardha në jetën e kësaj bote nuk ka qenë me dëshirën tonë, as nuk na ka pyetur askush që a do vini të jetoni në këtë botë apo nuk do vini, apo e kundërta do pranoni të vdisim tash në moment apo jo. Si jeta edhe vdekja janë në dorën e Allahut Madhëruar, si e Allahu i Madhëruar kur të dojë dhe me kur të dojë. Por aman na ka dhënë disa rregulla dhe na ka dhënë një qëllim dhe na ka dhënë një objektiv, që ai i cili ka ardhur në jetën e kësaj bote duhet ta njohë Zotin. Ai i cili ka ardhur në jetën e kësaj bote duhet ta pranojë Allahun e Madhëruar si Zot të vetëm. Ai i cili ka ardhur dhe frymon në jetën e kësaj bote duhet të falet për Allah. Duhet ta falë namazin. Falja e namazit është themeli i kësaj feje. Pyesni ata të cilët janë praktikantë për vitesh i falin 5 kohë namazit. Unë njoh këtu në mesin tonë vëllezër që janë të vjetër në moshë. Të vjetë, 10 vjetë, edhe i shikojnë të preokupuar me namaz. Elhamdulillah, mirësi për Allahut Madhëruar, sepse edhe imani dhe besimi
është mirësi për Zotit që ja i kujtëdoj. Ne nuk udhëzojmë do të përgjithua. Dhe këtë nuk i kam bërë as pejgamberit e Zotit, sepse Allah i mëdhëruar udhëzimin e ka në dorën e tij. Edhe për këtë ju them, ta falenderoni Zotin shumë. Ta falenderoni Zotin shumë që ju ka hapur furtën dhe keni ardhur në xhami dhe të falni namazin, kjo është shenjë që Allah i mëdhëruar ju do. Nuk e ka gëzuar Nuhu a.s. me të birin e tij. Sa u lut Nuhu a.s. profeti Nuhu, u lut që Allah i mëdhëruar t'ia udhëzonte djalin e tij. E vratin, rëndësinë e vratit e kuptojnë shumë mirë ata të cilët janë prindër. Sa keq mbija, sa mall kanë, kur fëmija i tyre mungon në shtëpi me muaj. Emigrojnë apo janë diku tjetër, kanë mall të madh. U vlezën dhe motra besimtare. Ndarja në botën tjetër është me rënë, është me idhur, është me vështirë, sepse në xhenet, në parajs, do të hyjnë ata cilët falen, do të hyjnë ata cilët agjërojnë, do të hyjnë ata cilët japin zakat, do të hyjnë ata cilët bëjnë haxh, do të hyjnë ata cilët punën dhe veprat e mira i ka bërë për Allah. Në xhenet nuk hyret me misi, në xhenet nuk hyret me shok, në xhenet hyret me namaz, hyret me agjërim, hyret me duke plotësuar shtyllat e fesë. Nuhu a.s. e vojti një gjë të tillë. Nuk i udhëzua djalin. Çfarë do të thënë kjo? Që udhëzimi është në dorën e Allahut të Madhëruar. Allahu i Madhëruar thotë: "Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Ti nuk udhëzon atë që do në rrugën e drejtë. Por është Allahu ai i cili udhëzon këtë dorë në rrugën e drejtë. Edhe pikërisht ju them, përgëzohuni se Zoti ju ka dashur, ju do që ju ka sjellur në xhami. Nuk jemi vetëm kaq në këtë qytet ku ne jetojmë. Jemi shumë fish edhe shumë herë më shumë si njerëz, por Zoti na ka zgjedhur dhe na ka bërë për të dashur me të tij. Mos e humni këtë, dhe mos e shuani këtë dritë, dhe mos e mbyllni këtë derë. Bëjeni këtë derë në xhamis, takimin ditë çdo ditë xumaje. Jeni në gjysmore punën për hir të Zotit dhe prezantoni në xhami. Faleni namazin me ata që falen, dhe luteni Allahun me ata që luten, dhe nëse keni mundësi, jepni me ata të cilët japin, edhe do ta gjeni Allahun e Madhëruar që do të shpërblet shumë fish në jetën tuaj dhe në familjen tuaj. Allahu i Madhëruar nuk e udhëzoi profetit Ibrahim, babai e tij, ja lapi të humurve. Allahu i Madhëruar nuk e udhëzoi xhaxharin e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Ebu Talibin, i cili e mbështeti të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, ripin e tij, me pasurinë e tij, me veten e tij, edhe vetën e tij e vuri përpara parisë të Kurejshëve, që tha kush e prek një tim ka punë me mua, sepse ishte njëri me autoritet. Aman, në Islam mos u zgjidh problemi. Kemi kohë. Do ta falësh. Nuk udhëzua Ebu Talib, dhe kjo ishte prej urtësisë Allahut të Madhëruar, për të treguar gjithë njerëzimit që Allahu i Madhëruar udhëzon në fenë e tij atë që do. Dhe lusë Allahun e Madhëruar që ta bëj prej të udhëzuarve të tij. Këshilla e parë, të shpërndajmë selamin mes nesh. Këshilla e dytë, të ushqejmë njerëzit të cilët janë nevojë. Këshilla e tretë, faleni namazin kur njerëzit janë në gjumë. Jo vetëm në gjumë, po të falin namazin e skote namazeve, edhe namazin e natës, edhe namazet vullnetare, dhe shpërblimi i të treja këtyre këshillave, kush ishte? Shpërblimi i të treja këtyre këshillave, do t'ja them pas tekbirit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La
الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, për ta përmbyllur këto mësime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte edhe është mësues i njerëzimit, këshilla të cilat i bëjnë dobi, i ka bërë dobi jo asaj kohe, po edhe kësaj kohe kur ne jetojmë sot, edhe ato të cilët do të vinë pas nesh, këshilla të përhapim selamin, të përshëndesim njëri tjetrin me dashuri, me respekt, duke nderuar njëri tjetrin, duke i ruajtur nderin, pasurinë dhe duke i larguar prej padrejësive. Të japim për pasurisë që Allah madhruar në ka dhënë, të kontribojmë sa të kemi mundësi për njerëzit të cilët janë në nevojë. Dhe këshilla e tretë ishte fali namazin, sepse namazi është lidhja kryesore, lidhja tonë me Allahun e madhruar. Dhe është pasaporta e besimtarit që tregon se ai është besimtari vërtet, sepse ai e do Allahun e madhruar. Dhe kush i bën të gjitha këto këshilla, apo i praktikon të gjitha këto këshilla, shpërblimi i fundit për këto janë xhenetet e Allahut të mëdhenuar, dhe për këtë synon çdo besimtar edhe besimtare që i arrijë shpërblimet apo të arrijë shpërblimet e xheneteve të larta tek Allahu i madhëruar. Mos i harrojmë asnjëherë këto tre këshilla të cilat përbëjnë një shoqëri e cila do të jetë e dobishme dhe e fortë mes njëri tjetrit. Lutë Allahun e madhruar të na bëjë për atyre të cilët i dëgjojnë këto këshilla, i praktikojnë jetën e tyre të përditshme dhe lutë Allahun të jemi të dobishëm për njerëzit për të cilët neve shkëmbejmë dhe jetojmë çdo ditë. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm dhe shpërblyer falënderimet dhe madhërimet i takojnë Allahut Zotit të botrave, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me të dërguarin e tij profetin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e të dërguarit Allahut deri në ditën e Kiametit. Allahun e madhëruar e falenderojmë për çdo mirësi dhe begati që na ka dhuruar. Allahun e madhëruar e falenderojmë për mirësinë e Islamit, të imanit, të besimit, që ai na ka dhuruar dhe na ka bërë për të dashurve të tij dhe për të zgjedhurve të tij. Falënderime të pafundme qofshin për Allahun e madhëruar, i cili na mbuloi me mirësinë dhe me begatitë e tija, të panumërta, ashtu siç e ka thënë i lartësuar në Kur'anin famëlar, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse do përpiqeshit që t'i numëroni mirësitë dhe begatitë e Allahut të madhëruar, ju nuk do të arrini të t'i numëroni dot ato. Sepse mirësitë dhe begatitë e Allahut janë të shumta dhe janë të panumërta. Allahun e madhëruar e falenderojmë, i cili na mundsoi që të kalojmë një muaj të begatë, siç ishte muaji i Ramazanit, i cili na dhuroi shëndet dhe e kaluam me besim dhe me punë dhe me vepra të mira, dhe tash në fundin e tij shpresojmë tek Allahu i madhëruar që ai të na ketë pranuar agjërimin tonë, i ketë pranuar adhurimet tona, ke pranuar bamirësitë tona, ke pranuar çdo punë dhe çdo vepër të mirë të cilën ne e kemi vepruar, dhe unë lutë Allahun e madhëruar që të gjithë ata të cilët e agjeruan Ramazanin dhe të gjithë ata të cilët për pasurisë së tyre, për mirësive dhe negative që Allahu i madhëruar i dhuroi, gjithsecilit ata nxorën dhe u erdhën në ndihmën njerëzve të cilët ishin në nevojë. Allahu ja ushtoft në mirësitë, Allahu ju begatoft në familjet tuaja dhe e gjesi shpërblimin e këtyre pamirësive që në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër e gjesi shumë fish tek Allahu i madhëruar, i cili di mirë për shpërblim, punë mirët edhe pamirësat e vetë. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, falënderimet të pa numërta janë për Allahun e madhëruar, i cili na mundsoi që të jemi sot në këtë ditë feste, në festën e Fitr Bajramit. Festat në Islam janë me kuptim dhe kanë kuptim madhështor. Ne festojmë sepse këto festa vinë pas një adhurimi madhështor, siç është agjërimi i Ramazanit.
29 ditë agjërim, besimtari largua nga grenja, nga pirja, nga dëshirat e tija të shumta, për të përkushtuar Allahut të madhruar në adhurim, për të bindur Allahut të madhruar dhe për të marrë atë shkollën për të Ramazanit, i cilin në veten e tij ka mësime dhe dobi të shumta. Festa e Fitr Bajramit është një festë e cila vjen me njëherë pas muajit të bekat të Ramazanit. Dhe festat në fenë tonë kanë kuptim. Ne festojmë duke falenderuar dhe duke madhruar Allahun e madhruar. Ne festojmë duke njësuar Allahun e madhruar. Ne festojmë duke zbatuar urdhat e Allahut të madhruar. Ne festojmë Fitr Bajramit duke ruajtur dhe duke forcuar lidhjet tona parafisore. Ne festojmë festën e Fitr Bajramit duke ju ardhur në ndihmë njerëzve dhe shtresave të cilët janë në nevojë. Ne festojmë Fitr Bajramin duke bashkëpunuar në punë edhe në vepra të mira. Dhe kjo është mirësia e festës së Fitr Bajramit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Festa jonë e Fitr Bajramit është festë për gjithë muslimanët. Dhe kështu na ka mësuar mësuesi i njerëzimit, i dërguari Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili kur emigroi nga Mekka për në Medinë, i dha disa porosi, të cilat këto porosi ishin burr themeli i krijimit të shtetit islam. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, sa pëmbërriti në Medinë, i këshilloi shokët e vet, pasuesit e vet, me disa këshilla të cilat ne i kemi të domosdoshme, dhe këto këshilla nuk mund mbet vlera as edhe një herë gjatë gjithë jetës së njerëzimit deri në kiamet, derisa të ekzistojë kjo botë. Cilat ishin këto këshilla që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam i këshilloi sahabët, shokët e vet, edhe ne, edhe ata të cilët do të vinë pas nesh. Këshilla për të cilat ne ato duhet i shkruajmë me germa, reali dhe të mos i harrojmë asnjëherë. Sepse këto këshilla formojnë gjithë jetën e shoqërisë ku neve jetojmë. I dërguari Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili kur fliste nga ajo që shpalleshe për Allahut të madhëruar. Fliste pak, për kuptimet e tija ishin të shumta. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, me të mbërritur në Medinë, i dha këto këshilla. Këshilla e parë që profeti alayhis salam i drejtua masës, të cilët qëndran për ta pritur, tha: "Ifshu selam bejnekum." Përhapeni selam. Përshëndetja islame, përshëndetja e muslimanëve. Dhe këtu do të sqaroj një diçka, sepse disa ndoshta edhe mund ta keq kuptojnë. Tonë është përshëndetja arabe kjo. Kur muslimanët takohen në rrugë, apo në xhami, apo në një vend tjetër, e përshëndesin njëri tjetrin me përshëndetjen islame, "Selamu aleikum." Kjo përshëndetje është do të jetë edhe përshëndetja e banorëve të xhenetit,
ku Allah i madhruar do t'i përshëndesi banorët e xhenetit. Kjo përshëndetje është përshëndetje e melekëve të Zotit që do përshëndesin besimtarët në xhenet. E nuk ka origjinë as për arabin as për turkun, sepse edhe vetë Islami është feja e Allahut, të cilën Allah i madhruar e ka zbritur si sistem jete për njerëzimin. Dhe këto këshilla të cilat do t'i ndajmë bashkërisht sot, përpara se të marrim koha e faljes fitë Bajramit, janë këshilla të domosdoshme të cilat ne duhet t'i praktikojmë me patjetër në jetën tonë. Sepse çdo gjë që na ka urdhëruar i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam duhet ta marrim me më të mirë dhe ta praktikojmë në mënyrë më të mirë. Sepse të gjitha këto këshilla janë në dobi të njerëzimit dhe shpërblimet e tyre ne i korim që në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër do t'i korim shumë fish me lejen e Zotit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i porositi muslimanët të cilët ishin mbledhur në Medinë, duke i thënë ifshu selam bejnekum, përhapeni selamin mes jush. Çfarë është selam? Atë që ne muslimanët e shkëmbejmë me njëri tjetrin sa herë që takojmë në rrugë, sa herë që mblidhemi në xhami apo kudo. Fjala selam është emri Allahut të mëdhëruar, prej të cilit buron paqja, prej të cilit burojnë mirësitë, prej të cilit burojnë begatit, dhe përshëndetje që ne përshëndesim njëri tjetrin. E i themi Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kjo do me them që ne e lutim Allahun e madhëruar për njëri tjetrin për çfarë? Për selam, për paqe, për siguri, për begati, për mirësi, për mëshirë, që Allah i madhruar të dhurojë ty, ose më dhuron mua i cili të përshëndet. Pra, Esselamu alaikum do me them paqja, mëshira, mirësit, begatit, të gjitha mirësit, të gjitha begatit, të cilat i dim dhe nuk i dim, qofshin për ty, o vëlla musliman, kur të takojmë të t'japim dorë. Këtë porosi tha pejgamberi Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ifshu selam bejnekum, përhapeni selamin ndërmjet jush. Dhe sa herë që besimtari përshëndetet me njëri tjetrin, kur thot Esselamu alaikum, meleku i krau të djathtë, ai i cili shënon punët, sevapet, veprat e mira, shënon 10 sevape. Nëse i shtojmë Esselamu alaikum wa rahmetullah, meleku shënon 20 sevape. Nëse e shtojmë Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, meleku shënon 30 sevape. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, ne sevapin e kuptojmë çfarë do me thënë e ka. Pra mirësi, begati për Allahut të mëdhëruar. Sasin, se sa i madh është ky sevapi, ne nuk e dimë. Dhe këtë Allah i madhruar e ka lënë të fshehtë me qëllim që ne besimtarët të nxitojmë, të shtojmë punët dhe veprat e mira me qëllim që të marrim shpërblime sa më shumë tek Allahu i madhruar dhe fuqiplot. Pra, ne sevapi nuk ja dimë se sa e ka vlerën, se sa e ka shpërblimin tek Allahu i madhruar, por i dërguari i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë: kush thot Esselamu alaikum i ka 10 sevape, kush thot Esselamu alaikum wa rahmetullah i ka 20 sevape, kush thot Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu i ka 30 sevape. Atëherë, kjo porosi, kjo këshillë e të dërguarit të Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilën e dha në Medinë, këshilla e parë, ku ishte momenti i parë u formua shteti islam, shteti musliman, dhe këshillat të cilat do të vinë pas kësaj tregojnë që nëse ne do duam që të formojmë një njeri të formuar fetarisht me moral, me besim dhe me edukat e lartë, atëherë këto këshilla duhet të jenë përbërëse e çdo njeriu. Nëse çdo njeri i ka këto, atëherë
ta njerëz do formojnë një familje shembullore në atë vend ku jetojnë. Nëse do kemi shumë familje, do të thotë që ne do të kemi një shoqëri të ngritur mbi këto baza dhe mbi këto themele, të cilat do të jenë të dobishme për mbar vendin ku jetojnë. Po, fjalët e të dërguarit të Zotit, urdhrat e Allahut mëdhëruar, ne duhet i marrim me kujdes, edhe duhet i praktikojmë me kujdes, dhe duhet i japim hakun ashtu siç duhet, dhe duhet i bëjmë ato për fituar kënaqësinë dhe mëshirën e Allahut të mëdhëruar dhe fuqiplot. Përhapja e selamit, dhënia e selamit apo përshëndetja e selamit mes nesh ka kuptim shumë të madh. Nuk është vetëm kuptimi selamu aleikum, paqja e Allahut qoftë mbi ty, apo paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qoftë mbi ty. Kjo përshëndetje të nderuar besimtarë dhe besimtare e ka kuptimin më të gjerë se sa kjo. Kur muslimani të përshëndet me përshëndetjen islame, e ka domethënien që ti vëlla, që po për të përshëndes, i sigurt për me, i sigurt nga gjua time, sepse unë nuk do të shaj, nuk do të ofendoj, nuk do të përbojoj, nuk do të spionoj, nuk do të them gjëra të cilat nuk janë të ishme që ti pranoj apo ti duroj të njerë për nesh. Kur tjetëri të përshëndet, muslimani të përshëndet me përshëndetjen e selamu aleikum, do me them që ti o musliman, nga dora ime, je i sigurt, nuk do të gjej asgjë, unë as nuk do të vjet, as nuk do të prek në nderin tënd. Kur të përshëndet muslimani me përshëndetjen islame, do me them që shpina jote, pasuria jote, çdo gjë që ti posedon është në mbrojtjen time. Kjo është këshill e të dërguarit të Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ku jemi ne në kjo këshill të cilën i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që ne ta përhapim? Ku jemi ne? Sa e ruajmë ne këtë këshill? Sa e praktikojmë ne këtë këshill? Sa e ruajmë vëllain ton ku nuk është prezent? Sa e ruajmë pasurinë të vëllait ton? Sa e ruajmë nderin vëllait ton musliman? Kjo ishte porosia e parë e të dërguarit të Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ifshu selam bejnekum, përhapeni selamin ndërmjet jush. Dhe përhapja e selamit, përveç se shpërblimit të madh që ka tek Allahu i mëdhëruar, ka dhe dobi të shumta shoqërore, të cilat janë ato që sapo i përmendëm. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pra, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, i dërguari i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na porositi që ne ta përhapim selamin, ta përshëndesim njëri tjetrin, të ruajmë nderin e njëri tjetrit, të ruajmë pasurinë e njëri tjetrit, ta duam njëri tjetrin, sepse nëse ne përhapim selamin mes nesh, ajo është shenjë e dashurisë që ne kemi për njëri tjetrin, ajo është shenjë e respektit që ne kemi për njëri tjetrin, sepse Islami na urdhëron dhe na mëson dhe na ka thënë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam që vëllai me vëllai musliman është si një ndërtesë e vetme, nëse apo më mirë si një trup i vetëm, nëse dhem një pjesë e trupit, dhem i gjithë trupit, dhe kështu do të jemi edhe ne, kështu do të jemi ne muslimanë, kështu do të jetë familja e muslimanëve, kështu do të jetë shoqëria e muslimanëve. A jemi ne në kjo çfarë na ka mësuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, që kur dhem një pjesë e trupit, dhem i gjithë trupit. A jemi ne kur një musliman është në nevojë, ne gjendemi të gjithë së bashku, organizohemi, e japim dorën dhe ta nxjerrim në siklet që e ka zënë? A jemi ne kur një musliman i bie një hall dhe një problem nga problemet e dunjas,
nga sprovat e dunjas dhe ne të shkojmë dhe t'ja lehtësojmë sa do pakat dhe hanë. Islami i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, mësuesi i njerëzimit, na ka mësuar dhe na ka porositur të sillemi me edukat dhe me moralin më të lartë. Para se të hymë në xhami, është ajo parula e banderola për jashtë, ka disa thënie shumë të bukura të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju sugjeroj që sa herë kur kaloni në rruga e xhamisë, ti vini syt nga ajo dhe lexoni. Sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith, në një thënie të bukur, çfarë ka thënë? Ka thënë muslimani, besimtari, me moralin e tij, me edukatën e tij, lartë, arrin një shpërblim shumë të madh. Arrin shpërblimin e atij që agjiron gjithë ditën. Arrin shpërblimin e atij që falet gjithë natën. Besimtarët të cilët i përjetuan këto dy adhurime, apo i praktikuan këto dy adhurime, e dinë se çfarë do të thënë të agjirosh gjithë ditën, nga mëngjesi deri në darkë, dhe e dinë shumë mirë të falësh namazin e teravive dhe të falësh namazin e natës, në orën 2 të natës, e kuptojnë mirë se çfarë durimi dhe çfarë sakrifice do kjo punë. Por i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Besimtari, dhe këtu duhet ta mbani mend të këshillit, sepse dita e Bajramit shoh fytyra të reja që na vinë në xhami. Dhe lutem Allahu që të kemi edhe në ditën e xumave, jo vetëm në festën e ditës së Bajramit, sepse besimtari nuk duhet të jetë sezonal. Besimtari duhet të jetë i përhershëm, duhet ta forcojë lidhjen me Zotin, duhet ta lejë të jetë hapur me Zotin. Dhe dera e hapur me Zotin është prezenca në xhamin më të afërt që ti ke. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, besimtari me moralin e tij të lartë ka gradën e shpërblimit si ai që agjiron ditën edhe falet gjithë natën. Pra, besimtari me moralin e tij të lartë arrin shpërblimin, arrin gradën e shpërblimit si ai që agjiron gjithë ditën edhe falet natën. Kështu jemi urdhëruar të nderuar besimtarët dhe besimtarët. Nëse shikoni të kundërtën e kësaj, kjo nuk e ka burimin për festë, dhe mos e fajsojmë fenë, mos e fajsojmë islamin, mos i fajsojmë fenë të cilën Allahu madhruar e ka zbritur të pastër. Nuk kemi urdhëruar ne që në xhami të sillemi mirë, edhe jashtë mureve të xhamisë të sillemi me rrugën. Nuk është kjo për festë. Dhe nuk e përfaqëson fenë ai i cili sillet keq me të tjerë. Nuk e përfaqëson fenë ai i cili ha pasuri haram, shkel me të drejtat e tjerë, i bën padrejti tjerë, nuk është për Islamit. Pra, jo pa qëllim i kam zgjedhur këto këshilla të cilat dua t'i ndaj sot bashkërisht, për t'i dhënë një kuptim që ne muslimanët jemi urdhëruar që të jemi model për njerëz, jemi urdhëruar që të jemi në shoqëri të njerëzimit, jemi urdhëruar që të bëjmë punë dhe vepra sa më të shumta dhe sa më të mira, në qëllim që të arrijmë kënaqësinë e Zotit në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra, besimtari me moralin e tij të lartë arrin shpërblimin e atij që agjiron ditën edhe falet natën. Ku jemi ne si musliman me këtë? Ku janë raportet tona me Zotin? Si kemi ne raportet tona fëmijë-prind apo prind-fëmijë? Si kemi ne raportet tona me lidhjen me farefisnin? Si kemi raportet tona me komshiun? Si kemi raportet tona me qytetin e vendit ku ne jetojmë? Nëse ne do t'i bëjmë një analizë këtyre këshillave dhe porosive që pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka orientuar dhe t'i praktikojmë në jetën tonë të përditshme, do t'ja shikojmë në hajrin dhe mirësinë në vetët tona në të parë edhe në vendin e në shoqërinë ku ne jetojmë. Dhe Islami të nderuar vëllezër dhe motra besimtare nuk është islam tradicional, nuk është islam sezonal, që jam mirë edhe do shkoj të falem në xhami, ose kam një hall e do shkoj të jep 2 lekë në xhami dhe Zoti do më sjellë të hallë problem. Allah i madhruar thot: "Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd deri në fund të jetës tënde. Ky është parimi që do ta kemi të gjithë ne.
Dhe lutem Allahun e madhruar që të na japi sukses, të na mundsojë të bëjmë punë dhe vepra të mira, dhe jo vetëm punë dhe vepra të mira, por ato të jenë të pranuara tek Allahu i madhruar dhe fuqiplot. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.